Lajme do të ndiqni, zyrtarizohet vendimi i faljes së gjobave të marra 10 vitet e fundit, dalin përfituesit dhe procedurat që do të ndjekin institucionet përkatëse. 5% e qytetarëve depozitues kanë më shumë se gjysmën e kursimeve individuale në bankat, shifrat tregojnë pabarazi të skajshme. Sipas Eurostat, Shqipëria kryeson në Evropë për rritjen e fluturimeve komerciale që për vitit para pandemisë, zgjerimi mbi 150%. Automjetet e vjetëruara mbushin rrugët tona sipas të dhënave nga janari në prill 2025 mbi 21.000 mjete nuk e kaluan kontrollin teknik. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Hyn në fuqi akti i faljes gjobave të vëna nga 1 janari 2015 deri më 30 nëntor 2024. Procedurat që do të ndiqen për faljen e tyre si edhe përfituesit nga ky vendim janë shpallur në fletoren zyrtare. Një pjesë e madhe e gjobave të falura kanë të bëjnë me ndërtimet pa leje për gjatë 10 viteve të fundit. Detajet i sjell Kronika në vijim. Të gjitha gjobat e vendosura ndaj qytetarëve dhe bizneseve në 10 vitet e fundit që nuk janë ekzekutuar do të falen. Vendimi i qeverisë është botuar në fletoren zyrtare dhe ka marrë fuqi ligjore. Referuar vendimit konkretisht bëhet fjalë për masat administrative të pa ekzekutuara deri në datën 15 janar 2025, të cilat janë vendosur nga data 1 janar 2015 deri më 30 nëntor 2024. Nga inspektoratet vendore të mbrojtjes së territorit, si dhe Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Policia e Shtetit dhe Policia Bashkiake. Vendimi në fjalë fshin masat administrative të vendosura për ata qytetarë dhe biznese që kanë bërë ndërtime ose ndërhyrje pa leje apo njoftim paraprak në ndërtime për qëllime banimi, objekte ku kryhen veprimtari të prodhimit, magazinimit, përpunimit, ruajtjes dhe tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale, objekte që shërbejnë për mbajtjen e mjeteve të punës e inputeve bujqësore dhe blegtorale, për ata që kanë objekte aktivitetit të tyre prodhimin, përpunimin, ruajtjen dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale në zonat rurale. Gjithashtu do të falen gjobat për qytetarët dhe bizneset që nuk kanë zbatuar rregullat e vendosura për administrimin e situatës COVID-19 gjatë periudhës së pandemisë. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Policia e Shtetit dhe Policia Bashkiake, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, përgatisin listën e individëve ose të personave fizik apo juridik, ndaj të cilëve janë vendosur gjoba të cilat rezultojnë të pa ekzekutuara dhe shfuqizuara me ligjin 127/2024. Çdo individ ose person fizik apo juridik që pretendon se një masë administrative e vendosur ndaj tij dhe shfuqizuar me ligjin e vitit 2024 nuk është fshirë apo hequr nga sistemi, paraqet kërkesë përkatësisht pranë strukturave përgjegjëse, të cilat kanë vendosur këtë masë. Procesi i heqjes apo fshirjes nga lista e subjekteve të debitorëve, sipas këtij vendimi, përfundon brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e tij. Analiza e të dhënave të kursimeve në banka tregon se vetëm 5% e depozitave të individëve kanë më shumë se gjysmën e totalit të parave në banka. Skan Intel ka bërë një analizë ndryshe për të parë më qartë për masat e pabarazisë nisur nga kursimet bankare. Në fund të vitit 2024, vlera e depozitave të sigurueshme që përfitojnë nga skema e sigurimit të depozitave arriti në 1.59 trilion lek, duke përfaqësuar 94.5% të totalit të depozitave. Krahasuar me një vit më parë, këto depozita u rritën me 5.2%, ndërsa rritja në vlerë absolute vlerësohet në 78.9 miliard lek. Ndërkohë, shifrat e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave tregojnë edhe ndarjen e depozitave sipas vlerës së tyre në 100 lek, nga 100 lek deri në 2.5 milion lek, si dhe mbi 2.5 milion lek, pra mbi mbulimin e agjencisë. Individët më të pasur të vendit, pra ata që kanë depozita mbi 2.5 milion lek, numërohen në 125.875 llogari në total, ndërsa ata me shumën që varion nga 100 deri në 2.5 milion lek janë plot 1.7 milion. Në total janë rreth 2.78 milion depozita, por kontrasti i vërtet shfaqet kur i shohim të shifra në vlerë. Shuma e depozitave mbi 2.5 milion lek gjatë vitit kaluar fiksohet në 739.5 miliard lek, duke zënë kështu 58% të totalit, ndërkohë që shuma e depozitave mes 100 deri në 2.5 milion lekëve fiksohet në 535.9 miliard lek, duke zënë kështu 42% të totalit të depozitave të individëve në sektorin bankar në vendin tonë. Në fundin e vitit 2024, depozitat me shuma deri në 2.5 milion lek shënuan një rritje vjetore prej 5.2%,
ndërkohë depozitat me shumë mbi nivelin e mbulimit krahasuar me fundin e vitit 2023 janë rritur në vlerë absolute me rreth 41 miliard lekë ose 5.9%, duke ndikuar në rritjen vjetore prej 5.6% të depozitave të sigurueshme të individëve. Shifrat tregojnë kështu se 5% e depozitave të individëve në vendin tonë përfaqësojnë më shumë se gjysmën e parave të individëve në banka, ose më saktë 58% të tyre. Scanintel ka bërë një analizë ndryshe për të parë më qartë për masat e pabarazisë. Rreth 125.875 llogaritë bankare që përfaqësojnë 5% më të pasur të shqiptarëve, zotërojnë gjithsej 739.5 miliard lekë, çka përkthehet në një mesatare prej 5.87 milion lekësh për llogari. Ndërkohë pjesa tjetër, me shuma nga 100 deri në 2.5 milion lekë, mbajnë gjithsej 535.9 miliard lekë, ose mesatarisht vetëm 313 lekë për llogari. Kjo do të thotë se çdo individ nga 5% që më i pasur ka mesatarisht 18 herë më shumë para në bankë se sa të tjerët. Më shumë birë, më shumë kafe, më shumë karburant në makina. Turizmi po nxit edhe rritjen e konsumit të mallrave të akcizës. I vetmi produkt në rënje është duhani. Sasitë në rritje u kanë sjellë doganave 11 milion euro më shumë të ardhura. Importi dhe konsumi i mallrave të akcizës ka posuar rritje të konsiderueshme në 4 muajt e parë të vitit. Referuar të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave deri në muajin prill 2025, janë zhdoganuar dhe kanë shkuar për konsum afro 219.4 mijë ton karburant. Krahasuar me janar-prill 2024, importi i këtij produkti ka kapërcyer me 28.4 mijë ton. Rritja e konsumit të karburanteve si një nga produktet kryesore që ndikon në zinxhirin ekonomik të mallrave dhe shërbimeve, sinjalizon rritje të kërkesës së brendshme dhe rritje ekonomike. Po ashtu sinjalizon edhe nisjen e një viti të mbar turistik dhe më shumë shpenzime nga ana e qytetarëve shqiptar. Një nga arsyet është dhe rënja e çmimit të naftës në treg, e cila aktualisht tregtohet mesatarisht me 175 lekë për litër, çka i bën qytetarët të lëvizin më shumë përgjatë fundjavave dhe të shfrytëzojnë pushimet afatshkurtra. Po ashtu shtrirja e sezonit turistik përgjatë gjithë vitit, ku nuk kemi vetëm turistë të interesuar për zonat bregdetare, por edhe për të vizituar qytetet turistike të vendit, dhe një pjesë e mirë vinë me automjete personale apo marrin makina me qira, ka bërë që të rritet ndjeshëm konsumi. Po ashtu rritje të ndjeshme ka pasur dhe importi i birës, ku duket se strukturat akomoduese po bëhen gati të presin më shumë turist. Në 4 mujorin e parë 2025 janë importuar 14.1 mijë ton birë nga 12.9 mijë ton të importuara në janar-prill 2024. Por përpos rolit që luan turizmi në importin e këtij produkti, blerja e sasive të konsiderueshme nga jashtë është favorizuar dhe nga unifikimi i akcizës për prodhimin vendas, gjë që ka sjellë disavantazh për fabrikat që operojnë në Shqipëri, të cilat po përballen me kosto të larta dhe vështirësi të shumta, por nga ana tjetër ka krijuar më shumë terren për importuesit. Importi i kafes po ashtu ka ardhur në rritje, ku në 4 mujorin e parë të vitit janë importuar 2.954 ton, me një kapërcim prej 615 ton në raport me një vit më parë. Ndërsa importi i cigares ka pasur një rënje me 164 ton, ku në 3 muaj janë importuar 731 ton nga 895 ton në janar-prill 2024. Të ardhurat nga akciza për periudhën janar-mars 2025 u regjistruan në 20 miliard lekë, duke shënuar rritje me 3 miliard lekë ose 12.7% më shumë se njëjta periudhë e vitit 2024, si dhe realizim 1.1 miliard lekë ose 6% më shumë se plani i akcizës për periudhën janar-prill 2025. Vitet e fundit, trafiku ajror i Shqipërisë ka një rritje mbreslënse. Sipas të dhënave nga Eurostat, vendi ynë kryeson për rritje të numrit të fluturimeve komerciale që para pandemisë me një rritje mbi 150%, por në rajonin ku Shqipëria është e para, rritje fluksi kanë edhe vendet e tjera. Shqipëria vazhdon të ketë një rritje të ndjeshme në transportin ajror, sipas Eurostat. Krahasuar me prillin e vitit 2019, vendi ka regjistruar rritjen më të madhe në Europë me 150.2%. Edhe pse vende si Bosnia-Hercegovina dhe Serbia kanë ndjekur një trend pozitiv, Shqipëria mbetet kampione në qellin ballkanik dhe europian. Scanintel ka analizuar raportin vjetor të publikuar nga Eurostat për të evidentuar se cili vend ka shënuar rritjen më të madhe të fluturimeve. Shqipëria vijon të kryesojë në kontinent ndjeshëm rritje, ndërsa vendin e dytë e mban Islanda me 147.3%. Edhe vendet e tjera të rajonit kanë ndjekur një trend pozitiv. Bosnia-Hercegovina mban vendin e tretë me një rritje prej 49.9%. Serbia renditet në vendin e katërt me një rritje prej 36.9%. Maqedonia e Veriut ka shënuar një rritje më të moderuar prej 26.4%, duke u renditur në vendin e 7 në Europë. Ndërkohë Mali Zi shënon një bilanc pozitiv këtë muaj me 22.8% më shumë fluturime se sa në 2019. Në rang kontinenti, vendi që ka regjistruar rënien më të madhe të fluturimeve është Slovenia, me një ulje prej 31.8% që nga periudha para pandemisë.
Ndërkohë një trend negativ kanë ruajtur edhe shtetet të tjera të Europës Veriore si Letonia me 29.6% rënje që nga viti 2019. Gjithashtu rënja është regjistruar edhe nga Suedia, Finlanda dhe Gjermania. Përballë rritjes së çmimeve në tregun e banesave, programi kombëtar i strehimit ka arritur të mbështesë rreth 6.000 familje në nevojë, por megjithatë, sipas të dhënave zyrtare për vitin 2024, fondet e strehimit u reduktuan me 200 milion lekë. Në një kohë kur strehimi mbetet një ndër sfidat më të mëdha sociale, programi kombëtar strehimi ka arritur të mbështesë mbi 22.000 familje në nevojë, pavarësisht kufizimeve buxhetore, por gjatë vitit 2024 fondet për këtë program u reduktuan nga 1.39 miliard lekë në 1.19 miliard lekë. Objektivi i programit është të sigurojë deri në vitin 2030 strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm për 35.000 familje që nuk kanë mundësi të përballojnë çmimet e tregut. Deri më tani janë ndihmuar 22.906 familje, çka përfaqëson 65.4% të objektivit kombëtar. Por cilat janë rezultatet e vitit 2024 nga programi i strehimit? Referuar bilancit, rezultatet e vitit 2024 janë 5.644 familje të cilat përfituan subvencionim të interesave për kredit ekzistuese me një financim prej 207.3 milion lekësh. Ndër të tjera, 279 familje të tjera u mbështetën për kredit të reja në vlerën e 89.3 milion lekësh, nga ku, midis tjerave, 1.945 familje morën ndihmë për pagesën e qeras në tregun e lirë, ndërsa 294 familje të prekura nga ndërtimi unazës së madhe u mbështetën për qera me një fond prej mbi 50 milion lekësh. Ndërkohë 36 familje përfituan grante të menjëhershme për banesa me kosto të ulët. Edhe investimet publike në kuadër të programit kanë vijuar, ndonse me buxhete të reduktuara, janë realizuar rreth 2 miliard lekë projekte me financim të brendshëm dhe afro 500 milion lekë me financim të huaj. Në total, projektet për strehim kapën vlerën e 537.6 milion lekëve. Por çfarë përfshin tre ndërhyrjet kryesore? Si fillim, fokus do të ketë përmirësimi i infrastrukturës në zonat informale me një realizim prej 99%, rikonstruksionin e godinave në pronësi të njësive vendore për strehim social, i realizuar plotësisht, si dhe rehabilitimin e banesave për komunitetet më të varfra, me realizim 93%. Hyrja e qytetit të Shkodrës është në një fazë transformimi të plot. Pjesë e ndryshimeve është edhe hapja e Muzeut të Lundrimit, të cilin Kryeministri Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale i quan një hapësirë unike kushtuar trashëgimisë dhe historisë. Pas nënshkrimit të kontratës kanë nisur punimet për ndërtimin e Muzeut të Lundrimit në hyrje të Shkodrës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kryeministri Edi Rama e konsideroi muzeun një investim që do t'i jap qytetit një hapësirë unike, kushtuar trashëgimisë dhe historisë së tij, e lidhur ngushtë me lundrimin e liçen dhe lumen që e rrethojnë. Ndërtimi i tij është pjesë e projektit për përmirësimin e peizazhit dhe infrastrukturës lidhëse për parkun ligatinor në hyrje të qytetit të Shkodrës, me qëllim rritjen e ofertës turistike të zonave natyrore në qarkun verior. Në shkrim i kontratës me vlerë 731.000 euro, u njoftua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në muajin mars të këtij viti. Punimet po kryen nga kompania SMO Union, teksa tenderi u hap në qershor të vitit të kaluar dhe autoritet kontraktor është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Sipas Bersh, zona ku do shtrihet projekti është shumë pak e populluar, teksa pjesa natyrore zë përqindjen më të madhe. Parku ligatinor do ofrojë funksione rekreative për qytetarët, si zona për ecje dhe pushim me pamje nga ligatinat dhe objektet sportive. Po ashtu, sipas bankës, ky park ka rëndësi të madhe strategjike për Shkodrën sepse është një projekt pioner i përshtatur nga pikpamja klimatike që do rregullojë përmbytjet në atë zonë. Ndërhyrja që do kryen janë pjesë e projektit për infrastrukturën dhe turizmin në Shqipëri, që financohet nga Bashkimi Evropian në një shumë totale prej 40 milion euro, si dhe nga kredia sovrane plotësuese e dhënë nga Bersh për qeverinë e Shqipërisë. Rrugët e Shqipërisë janë të mbushura me automjete të cilat nuk i plotësojnë standardet e qarkullimit. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, nga janari deri në fund të prillit të këtij viti, më shumë se 21.000 mjete nuk arritën të kalonin kontrollin teknik. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar të dhënat për periudhën janar-prill 2025 në lidhje me shërbimin e kontrollit teknik të mjeteve që qarkullojnë.
Gjatë kësaj periudhe janë testuar 81.199 mjete, nga të cilat 87.05% e mjeteve të testuar janë automjeter 4+1 deri në 8+1 vende. Ndërkohë, sipas shifrave të publikuara nga DPSHTR, 21.904 mjete kanë ngelur në testim, ose 27% e totalit të mjeteve, duke ngritur shqetësime mbi gjendjen teknike të automjeteve në qarkullim. Kryesisht arsyet e ngjeljes lidhen me mangësi vizuale dhe funksionale 35%, probleme me sistemin e shkarkimit të gazrave 33%, defekte në sistemin e drejtimit 13% dhe defekte në sistemin e frenimit 19%. Nga ana tjetër, pisa më e madhe e kontrolleve 36% janë kryer për qendrës së drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor në Tiranë, duke reflektuar dhe pasqyruar fluksin më të lartë dhe përqendrimin më të madh të mjeteve në kryeqytet, ndërsa numri më të ulët të numrit të mjeteve të testuara e ka qarku i Gjirokastrës me 1.552 mjete që janë nështruar kontrollit teknik. Një tjetër element i rëndësishëm që vjet re është dhe mosha e mjeteve në qarkullim. Gjatë periudhës janar-prill 2025 janë regjistruar përgjithmonë 2.541 mjete me moshë mesatare 22 vjeçare. Ky indikator tregon domosdoshmërinë për rinovimin e flotës rrugore në vend. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor gjithashtu thekson se ndalohen rreptësisht ndërhyrjet në odometër, modifikimet konstruktive dhe çdo manipulim tjetër, pasi këto praktika janë një kërcënim për sigurinë rrugore. Gjithashtu rezervimet për kontroll teknik, qytetarët mund t'i kryen përmes portalit e-Albania. Nga digitalizimi i tokave tek skemat e reja të mbështetjes për grupet e fermerëve, raporti më i fundit i Këshillit të Investimeve sjell disa rekomandime për formalizimin e sektorit të bujqësisë dhe agropërpunimit. Një nga sektorët të rëndësishëm për ekonominë shqiptare, bujqësinë dhe agropërpunimin, Këshilli i Investimeve në raportin e tij vjetor për vitin 2024 ka evidentuar arritjet dhe rekomandimet kyçe për një zhvillim më të qëndrueshëm të këtij sektori. Një nga arritjet është përfundimi i inventarizimit dhe klasifikimit të tokave bujqësore, i bazuar në përshtatshmërinë e tyre. Të dhënat janë përpunuar për të ndihmuar fermerët të marrin vendime më të informuara për mbjelljen dhe përdorimin e plerave, skemat e ujitjes dhe uljen e kostove të prodhimit. Në bashkëpunim me Akshin dhe Qendrën për transferimin e teknologjisë bujqësore është krijuar dhe platforma WebGIS, tashmë aksesueshme në e-Albania, që përmban të dhëna për Bashkitë Berat, Lushnjë, Fierë të tjerë. Në skemën kombëtare të mbështetjes për vitin 2024, prioriteti është dhënë dhe grupimeve të fermerëve dhe shoqërive bashkëpunuese bujqësore. Këto subjekte përfitojnë mbështetje të plot, pa kufizime, duke inkurajuar bashkëpunimin dhe formalizimin në sektor. Një tjetër fokus janë bimët mjekësore dhe aromatike me orientim eksporti dhe potencial të lartë, ndërkohë po zhvillohet edhe një skem garancie sovrane për të lehtësuar huamarrjen në agropërpunim. Këshilli i Investimeve rekomandon që harta digjitale të tokave të përditësohen në kohë dhe të jenë transparente për publikun, si dhe të përfundohet sa më parë procesi i regjistrimit të fermave dhe kartave të fermerëve, për të nxitur formalizimin dhe planifikimin me të dhëna të sakta për mbi 133.000 ferma aktive. Shumë nga marrëveshjet ndërrajonale kanë ngelur pengi procedurave të ngadalta ligjore. Drejtori i kërkimeve të Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ardian Haçkaj thotë se ratifikimi dhe zbatimi i tyre kalon nëpër një proces që është tejet kompleks. Në një takim të organizuar nga Instituti për Bashkëpunimin dhe Zhvillim dhe GIZ, ku diskutuar rreth marrëveshjeve në kuadër të CEFTA-s që synojnë lëvizjen e lirë të njerëzve brenda rajonit, Ardian Haçkaj gjatë fjalës së tij u shpreh se zbatimi i tyre në vendet e Ballkanit vazhdon të jetë një sfidë. Një pikë tjetër që duhet të theksoj është konteksti normativ. Siç ndoshta e dini, marrëveshjet rajonale nuk kanë efekte menjëhershëm dhe të drejtë për drejt zbatimi. Çdo marrëveshje duhet të përkthehet në legjislacionin kombëtar, gjë që kërkon shumë punë. Adoptimi, ratifikimi dhe zbatimi i tyre është shumë kompleks në vendet tona, veçanërisht për marrëveshjet CEFTA. Sipas drejtorit të kërkimeve të CDI-s, një tjetër pikë që mund të pengojë progresin e zbatimit në marrëveshjeve të nënshkruara vitin e kaluar është edhe kapaciteti i institucioneve. Pika e dytë është kapaciteti i institucioneve. Ata kanë nevojë për kapacitete dhe për burime njerëzore, dhe duhet të theksoj se përflasim për nivel teknik, jo për atë politik. Kjo është shumë e rëndësishme. Në tetor të vitit 2024, palët kontraktuese të CEFTA-s rënë dakord për nënshkrimin e 8 marrëveshjeve dhe një rekomandim për të nxitur lëvizshmërinë brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor. 8 muaj më vonë, 3 prej tyre kanë hyrë në fuqi në të 6 vendet, ndërsa ratifikimi dhe miratimi të tjerave është ende në proces.
Një material më të zgjeruar rreth integrimit të rajonit ton në Bashkimin Evropian si edhe bashkëpunimit mes vendeve. Për këtë qëllim do të keni mundësi ta ndiqni në fund të këtij edicioni informativ në rubrikën Në brendësi të lajmit. Ndërkohë do të ndalemi me zhvillimet nga Kosova. Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se Kosova do të shënojë një zgjerim ekonomik prej 4% në vitin 2025. Sipas fondit, programet e zbatuara kanë përmbushur objektivat kryesor, duke përfshirë përmirësime në transparencën fiskale, sektorin financiar dhe investimet publike. Këshilli i Ekzekutivit të Fondit Monetar Ndërkombëtar përfundoi rishikimin e 4 dhe të fundit të marrëveshjeve të stand-by dhe të shpërblimit të qëndrueshmërisë për Kosovën. Sipas FMN-s, pavarësisht pasigurisë nga tensionet tregtare, rritja ekonomike në Kosovë pritet të mbetet në 4% në vitin 2025. Po ashtu fondi njofton se gjatë vitit 2025, inflacioni do të jetë 2.25%. Kosova ka shënuar një performancë të fortë ekonomike, me rritje prej 4.4% në vitin 2024, kryesisht për shkak të konsumit të familjeve dhe kredive private. Inflacioni ka rënë në 1.6% nga 4.9% në vitin 2022. Deficiti i llogarisë së jashtme është zgjeruar në 9% të prodhimit të brendshëm bruto, pasi rritja e konsumit dhe investimeve çoi në zgjerimin e importeve. Pavarësisht pasigurisë nga tensionet tregtare, rritja pritet të mbetet në 4% në vitin 2025. Me inflacionin që stabilizohet në 2.25%, thuhet në komunikat. Më tej thuhet se programet e implementuara kanë arritur të gjitha kriteret e performancës dhe objektivat për fund vitin 2024, duke përfshirë masat strukturore, si krijimi një funksioni për parashikimin e keshit në Ministrinë e Financave dhe zhvillimin e një plani për vlerësimin e riskut në sektorin bankar. Sipas fondit, Kosova ka përmirësuar mbledhjen e të ardhurave dhe menaxhimin e investimeve publike, duke rritur transparencën fiskale dhe përmirësuar menaxhimin e riskut fiskal. Reforma të rëndësishme janë bërë dhe në sektorin financiar, duke përmirësuar qeverisjen dhe forcimin e kapitalizimit dhe likuiditetit të bankave. Kjo ecuri pozitive ka mbështetur agjendën e autoriteteve për një rritje të qëndrueshme ekonomike dhe përmbushjen e objektivave të klimës dhe energjisë, me fokus te burimet e rinovueshme dhe bashkëpunimin rajonal, thuhet në njoftim. Për sa i përket sferës politike, ditën e mërkurë ka dështuar për herë të 19 konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Kjo zvarritje e procesit mund të sjellë pasoja negative në stabilitetin institucional dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Fondi Monetar Ndërkombëtar i bën thirrje Bashkimit Evropian të risëndjeshëm shpenzimet për mallrat publike për të përballuar sfidat e së ardhmes. Raporti thekson se fragmentimi i tregut po pengon rritjen, ndërsa tensionet globale kanë tronditur tregjet. Bashkimi Evropian duhet të shpenzojë më shumë për mallrat publike që të forcojë produktivitetin dhe rritjen, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar. FMN vuri në dukje se shkalla dhe natyra e sfidave kërkon një rishikim themelor. BE duhet të rrisë shpenzimet e saj për mallrat publike nga 0.4% e të ardhurave bruto kombëtare në të paktën 0.9%. Pa shkurtime në programet ekzistuese, kjo do të rriste shpenzimet shumëvjeçare të bllokut në 1.7% të ardhurave bruto në periudhën nga viti 2028 deri në vitin 2034. Kuadri shpenzimeve shumëvjeçare është buxheti afatgjat i BE-s, që zakonisht mbulon një periudhë 7 vjeçare me planin aktual që shkon deri në vitin 2027. Fondi vuri në dukje se Europa po përballet me një sër sfidash, veçanërisht plagjen e popullsisë, krizën klimatike dhe rënien e produktivitetit. Rritja e tensioneve gjeopolitike dhe politikat e paparashikueshme të SBA-s po e turbullojnë më tej perspektivën e rajonit. Një mënyrë për t'i trajtuar këto çështje është duke nxitur rritjen dhe duke përmirësuar tregun e unifikuar, shpjegon FMN. Ndërsa mallrat, shërbimet, kapitali dhe njerëzit në teori mund të lëvizin lirisht midis shteteve anëtare, ende ekzistojnë pengesa. Tregu i vetëm i BE-s mbetet larg të qenit i plot. Për shembull, mund të duhen deri në 6 muaj që një punëtor i BE-s që zhvendoset në një vend tjetër të bllokut që punësohet ligjërisht atje. Dallimet e mëdha në procedurat e falimentimit dekurajon investimet ndërkufitare, ndërsa tregjet kombëtare të aksioneve sjellin probleme të mëdha në ndarjen e kapitalit në të gjithë kontinentin. Ky fragmentim rrit kostot dhe dëmton dinamizmin dhe rritjen e biznesit, thuhet në raport. FMN pret rritje prej 0.8% dhe 1.2% në vitin 2025 dhe 2026, një ulje prej 0.2 pikësh përqindjeje në të dy vitet krahasuar me parashikimin e janarit. Sipas të dhënave, inflacioni po ngadalsohet dhe po u afrohet objektivave i nxitur nga çmimet më të ulta të energjisë dhe kërkesa e vakët.
Fitimet e korporatave evropiane pritet të rriten me 2.3% në 3 mujorin e parë, duke tejkaluar pritshmëritë e analistëve. Më shumë se gjysma e kompanive kanë raportuar shifra më të larta se parashikimet pavarësisht tensioneve tregtare globale. Parashikimet e fundit të fitimeve treguan se perspektiva e korporatave evropiane është përmirësuar. Kompanitë evropiane pritet të raportojnë një rritje prej 2.3% në fitimet e 3 mujorit të parë, mesatërisht sipas dhënave të fundit. Kjo tejkalon rritjen prej 1.9% që analistët kishin pritur një javë më parë. Rreth 60.1% e 271 kompanive të indeksit Stock kanë publikuar tashmë fitimet të 3 mujorit të parë që tejkalojnë pritshmëritë e analistëve. Shikimet e konsensusit për të ardhurat e 3 mujorit të parë janë të pandryshuara nga java e kaluar me një rritje prej 2.3%. Kjo krahasohet me një rënje prej 3.3% të fitimeve dhe një rënje prej 4.6% të ardhurave një vit më parë, treguan të dhënat. Në periudhën e inaugurimit të presidentit amerikan Donald Trump më 20 janar, parashikimet tregonin një rritje prej 3.5% të fitimeve të 3 mujorit të parë, sipas dhënave të LSEG. Parashikimet u përmbysën në një rënje deri në 3.5% pas njoftimeve të liderit amerikan për tarifat në prill. Pas lehtësimit të një pauze 90 ditore tarifore të njoftuar javën e kaluar, investitorët presin marrëveshje tregtare përpara se tarifat reciproke të Trump të hyjnë përsëri në fuqi në fillim të korrigut. Por pasiguria ekonomike dhe perspektivat e tensioneve tregtare vazhdojnë të godasin perspektivën e kompanive, tregoi një anketë globale e Allianz Trade. Rreth 42% e kompanive tani presin një rënje të ndjeshme të ardhurave nga eksportet, krahasuar me vetëm 5% para njoftimit të tarifave të Trump më 2 prill. Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump ka shpallur një projekt të mbrojtjes hapësinor për $175 miliardë të quajtur Kupola e Artë. Ky sistem synon të mbrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga sulmet ajrore të shteteve të tjera. Thank you very much and thank you for being here in the Oval Office. Presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte zgjedhur një dizajn për mburojje mbrojtëse nga raketat apo kupolën e artë me një vlerë prej $175 miliardë. Gjithashtu ai emëroi një gjeneral të forcës hapësinore për të drejtuar programin ambicioz që synon bllokimin e kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Programi i urdhëruar për herë të parë nga Trump në janar synon të krijojë një rrjet satelitësh për të zbuluar, ndjekur dhe potencialisht për të kapur raketat hyrëse. Lideri amerikan tha në një konferencë për shtyp në shtëpinë e bardhë se gjenerali i forcës hapësinore të SBA-s Michael Gatlin do të ishte menaxheri kryesor i programit për një përpjekje që shihet gjërësisht sigur themeli i planifikimit ushtarak të administratës së re. Kupola e artë do të mbrojë avion ton, tha Trump. Sipas tij, Kanadaja ishte shprehur se donte të ishte pjesë e saj. Në një deklaratë, zyra e kryeministrit kanadez Mark Carney tha se ai dhe ministrat e tij po diskutonin një marrëdhënie të re sigurie dhe ekonomike me homologët e tyre amerikan. Këto diskutime natyrisht përfshin forcimin e NRAT dhe iniciativave të lidhura si Kupola e artë, u tha në deklaratë. Trump tha se mburoja mbrojtëse, e cila do të kushtonte rreth $175 miliardë, duhet të jetë funksionale deri në fund të mandatit të tij në janar të 2029-s, por ekspertët e industrisë nuk janë të sigurt për ata fatkohor dhe koston përkatëse. Ronald Reagan e donte atë shumë vite më parë, por ata nuk e kishin teknologjinë, tha Trump, duke i referuar sistemit të mbrojtjes nga raketat në hapësirë që propozoi ish-presidenti Reagan. Miliarderi Elon Musk njoftoi se do të ulë ndjeshëm shpenzimet e tij politike, duke u fokusuar më shumë tek bizneset që kanë në pronësi. Ai ka qenë një ndër mbështetësit më të fortë të presidentit Trump, duke shpenzuar rreth $300 miliardë për fushatën zgjedhore të republikanëve. CEO i Teslas, Elon Musk, i cili shpenzoi gati $300 milion për të mbështetur fushatën presidenciale të Donald Trump dhe republikanë të tjerë vitin e kaluar, njoftoi se do t'i shkurtojë ndjeshëm shpenzimet e tij politike. Kjo deklaratë tregon se ai po zhvendos vëmendjen përsëri në perandorinë e tij të biznesit mes shqetësimeve në rritje të investitorëve. Musk tha gjithashtu se ishte i përkushtuar të qëndronte si CEO i Teslas dhe për 5 vite të tjera. Sa i përket shpenzimeve politike, do të bëj shumë më pak në të ardhmen, tha Musk në një forum ekonomik në Katar. Mendoj se kam
bërë mjaftueshëm. Nëse Musk, personi më i pasur në botë, ndjek planin e tij, Trump dhe Partia Republikane mund të humbin donatorin e tyre më të madh, por gjithashtu mund të ndihmojë kompaninë e tij. Pasuria e tij është e lidhur kryesisht me aksionet në Tesla dhe prodhuesin e raketave SpaceX. Roli i Musk, si një nga mbështetësit më të shquar të Trump, i përforcuar nga pronësia e tij e rrjetit social X, ka shkaktuar protesta kundër Teslas, duke ulur shitjet dhe çmimin e aksioneve të saj. Megjithatë, miliarderi nuk e mbylli plotësisht derën për shpenzime në politikë në të ardhmen. Nëse shoh një arsye për të bërë shpenzime politike në të ardhmen, do ta bëj, tha Musk. Një burim nga Shtëpia e Bardhë e minimizoi vendimin e Musk duke thënë se ai mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj Trump dhe partisë së tij. Burimi tha se mbështetja e tij do të vazhdojë përmes kanaleve të shumta, përmes kontributeve financiare dhe ndikimit informal brenda rrjeteve të donatorëve. Zyrtari tha se Shtëpia e Bardhë e sheh shkurtimin e Musk si një përgjigje të arsyeshme ndaj sulmeve politike në rritje, duke shtuar se presidenti e mbështet vendimin e tij. Kompania e kriptomonedave Coinbase u godit nga një sulm kibernetik që mund të shkaktojë deri në $400 milion dëme. Kompania ka ofruar $20 milion shpërblim për informacionin që identifikon personat përgjegjës. Kompania e tretë më e madhe e kriptovalutave në botë u godit nga një sulm kibernetik që pritet t'i kushtoj $400 milion në shpenzime rimbursimi. Sipas mediave të huaja, Coinbase zbuloi se kishte marrë një email kërcënues me 11 maj, ku pretendohej se kishte informacione mbi disa llogari klientësh dhe dokumente të kompanisë. Siç thuhet më tej, hakerat arritën të mblidhnin të dhënat sensitive duke paguar disa punonjës dhe kontraktorë jashtë SBA-s. Coinbase tha se të gjithë punonjësit e përfshirë janë pushuar nga puna. Hakerat vodhën emrat, emailet dhe adresat e klientëve, por nuk arritën të hynin në informacionet e tyre të hyrjes ose i felkalimet, sipas Coinbase. Kompania planifikon të rimbursojë të gjithë klientët e saj që ranë pre mashtrimit. Totali vlerësohet të jetë midis $180 milion dhe $400 milion. Zyrtarët ligjor të Coinbase njoftuan Departamentin e Drejtësisë së SBA-s dhe agjencitë e tjera ndërkombëtare të zbatimit të ligjit dhe mirëpresin ndjekjen penale kundër personave përgjegjës. Coinbase ka refuzuar të paguajë shumën prej $20 milion që ju kërkua dhe në vend të kësaj po bashkëpunon me agjencitë e zbatimit të ligjit, duke ofruar një shpërblim prej $20 milion për informacion mbi fajtorët. Kjo ndodhi vetëm disa muaj pasi hakerat e Koresë së Veriut ekzekutuan atë që konsiderohet grabitja më e madhe e kriptovalutave në histori, duke vjedhur $1.5 milion Ethereum nga Bybit. Parashikime e tafat gjata për verën 2025 tregojnë kushte më të thata dhe më të nxehta se normalja në pjesën më të madhe të Evropës. Gjatë muajit korrik dhe gusht priten valë të shpeshta nxehtësie, mungesë reshjesh dhe temperatura ekstreme. Sipas parashikimeve më të fundit të publikuara në portalin meteorologjik Severe Weather Europe, Evropa po hyn në verën e vitit 2025 me ndryshime të theksuara në modelet atmosferike. Të dhënat na ofrojnë drejt një vere më të thatë, më të ngrohtë dhe potencialisht ekstreme, veçanërisht në gjysmën e dytë të sezonit. Edhe pse parashikimet afatgjata nuk janë plotësisht të besueshme, konsensusi i disa modeleve globale jep një pamje relativisht të qartë, priten temperatura mbi mesataren, mungesë reshjesh dhe rritje e rrezikut nga valët e nxehtësisë. Në javën e fundit të majit, sipas parashikimeve të Qendrës Evropiane për parashikimin afatmesëm të motit, pritet depërtimi i një zone të theksuar me presion të ulët në pjesën më të madhe të Evropës. Ky ndryshim mund të sjellë mot të paqëndrueshëm, ftohje dhe reshje më të dendura, sidomos në pjesët qendrore dhe veriore të kontinentit. Fillimi i verës mund të jetë relativisht i qëndrueshëm, me temperatura më të buta në pjesët qendrore dhe verilindore të Evropës. Ndërsa parashikimet afatgjata për korrikun dhe gushtin tregojnë një trend të qartë në rritje të temperaturave dhe ulje të reshjeve në të gjithë kontinentin. Një nga modelet më të besueshme meteorologjike në botë parashikon temperatura jashtëzakonisht mbi mesatare në të gjithë Evropën qendrore, perëndimore dhe jugore. Gjithashtu priten periudha të gjata thatësie në ndikimin e një presioni të lartë të qëndrueshëm, si dhe valë nxehtësie, të cilat mund të jenë më të forta dhe më të shpeshta krahasuar me vitet e kaluara. Presioni i lartë, i njohur si anticiklon bllokues, do të veprojë si një mburoj që shtyn ciklonet drejt veriut, duke lënë pjesën më të madhe të kontinentit në ndikimin e ajrit të thatë dhe të ngrohtë. Këto kushte favorizojnë zhvillimin e thatësirës, reduktimin e rrjedhave të lumenjve dhe krijojnë rrezik për bujqësinë dhe shëndetin e popullsisë.
Mirë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Në vijim në rubrikën Në brendësi të lajmit, ju ftojmë të ndiqni materialin e përgatitur nga gazetari i Departamentit të Informacioni Hamit Yzeiraj, si edhe operatori Ardi Dashi. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne. Gjatë diskutimit mbi progresin e marrëveshjeve të nënshkruara në kuadër të CEFTA-s për lëvizjen e lirë në rajon, zëvendës ambasadori i ambasadës gjermane në Shqipëri, Thilo Schroeter, e cilësoi integrimin rajonal si shumë të rëndësishëm dhe theksoi se Gjermania mbetet një mbështetëse e fortë e këtij procesi. Ky fakt nxjerr në parë rolin e rëndësishëm që organizatat e shoqërisë civile mund të luajnë në formësimin e politikave publike, diçka që duhet marrë si shembull edhe në fusha të tjera. Qeveria gjermane është shumë krenare që ka mbështetur punën tuaj të shkëlqyer ndër vite, duke u përpjekur të mos jem shumë i gjatë dhe i thatë, siç na ndodh ndonjëherë neve diplomatëve gjerman. Së pari, Gjermania mbetet një mbështetëse e fortë e integrimit rajonal të Ballkanit Perëndimor dhe gjithashtu e procesit të Berlinit. Ky proces është avancuar nga qeveritë të përbëra nga parti të ndryshme dhe kjo vazhdon edhe me qeverinë aktuale. Në thelb të tij qëndron bindja jone e fortë dhe afatgjatë se integrimi rajonal sjell përfitime ekonomike dhe ndihmon në konvergjencën ekonomike që vendet e këtij rajoni e kërkojnë me të drejtë. Ndërsa janë hapur 2 grup kapituj dhe pritet që në muajt në vijim të hapet edhe grup kapitulli i 3, zëvendës ambasadori tha se ambicia e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian deri në fund të vitit 2030 është e arritshme, por kërkon reforma konkrete. Në Shqipëri synimi ambicioz është antarësimi në BE deri në vitin 2030 dhe mund të them që Gjermania mirëpret këtë ambicje. Jemi shumë të kënaqur për të, por megjithatë besojmë se është më e rëndësishme të fokusohemi në reforma konkrete, në përparim real në procesin e përafrimit dhe forcimin e institucioneve sesa në datat. Do të jemi shumë të kënaqur nëse procesi Berlinit fokusohet në zbatimin praktik. Ky është një proces individual dhe i bazuar në merita, ku thelbi janë sundimi i ligjit, funksionimi i institucioneve demokratike dhe administrata publike. Kjo është një bindje e kahershme gjermane, e cila përfshin qartë sërish në marrëveshjen e re të koalicionit. Dhe nëse shohim përtej Shqipërisë, demalitëzi është e mundshme që jo të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor të hyjnë në BE në vitet e ardhshme. Megjithatë, këto vende do të mbeten fqinje të vendeve anëtare, tregje të rëndësishme dhe partnere në ndërlidhje për të gjithë shtetet anëtare, të reja dhe të vjetra. Kjo është diçka që duhet mbajtur parasysh. Plani i rritjes përmes të cilit Bashkimi Evropian akordon 6 miliardë euro për vendet e Ballkanit Perëndimor, ishte një tjetër pikë ku synohej nxitja e ekonomisë dhe reformave konkrete për të përshpejtuar më pas edhe antarësimin e tyre. Fokusi i procesit të Berlinit të integrimit rajonal është një plotësues i rëndësishëm ndaj procesit të zgjerimit të BE-s dhe është plotësisht i justifikuar. Dhe besoj se kjo theksohet qartë edhe nga fakti që integrimi rajonal është një komponent thelbësor i planit të rritjes në shtyllën e dytë, komponenti i integrimit rajonal. Dhe besoj se në këtë sallë është e qartë si drita e diellit që tregu i përbashkët rajonal dhe lëvizshmëria rajonale janë në thelb të procesit të Berlinit dhe të procesit të antarësimit. Paralelizmat mes integrimit evropian dhe atij rajonal janë vërtet të habitshme dhe të qarta. 4 lirit, lëvizja e lirë e madrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve ishin themeli i integrimit evropian. Por në këtë proces ato kanë shërbyer si forca unifikuese ekonomike që arritën të kapërcejnë pikërisht ato armiqësi historike që ekzistonin në Evropë, por edhe mendsinë konservatore të shumë politikanëve. Nga ana tjetër, zëvendës ambasadori tha se krijimi i tregut të përbashkët rajonal është gjithashtu shumë i rëndësishëm për antarësimin në Bashkimin Evropian. Nga këndvështrimi i ynë është shumë e rëndësishme që edhe vendet që do të antarësohen më vonë në BE të vazhdojnë dhe të ecin përpara me integrimin rajonal dhe me integrimin në tregun unik të BE-s. Po ashtu krijimi i tregut të përbashkët rajonal dhe i lëvizshmërisë rajonale mund të kapërcejë këtu në këtë rajon monopole të mbrojtura fort, të cilat sigurisht kanë kosto për konsumatorët. Mund të reduktojnë pengesat burokratike për shkëmbimin ekonomik dhe të krijojnë një ekonomi të shkallës në një treg me 17 milion banor, gjë që mund të nxjisë investime dhe përfundimisht konvergjencë. Lajmi i mirë është se kemi parë përparim të rëndësishëm politik në vitet e fundit. Marrëveshja për plan e ri të veprimit për tregun rajonal të përbashkët në samitin e fundit të procesit të Berlinit në Berlin. Kjo ofron një plan të qartë për të ardhmen çfarë duhet bërë. Vitin e kaluar u nënshkruan 8 marrëveshje në kuadër të CEFTA-s për lëvizjen e lirë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një pjesë e tyre ka nisur zbatimin, ndërsa hasen vështirësi në adaptimin e disa prej tyre.